Momenti që kjo parcel këtu është vjel, ka pas të njëjtën madhësi. E njëjta madhësi kokrë, e njëjta identike. Sot diferenca është kjo. Mbas pleut. Shumë kompleta, me ngjyrë, punë, me fuqi si pemë. Në ma fortë të bëjmë ballafaqimi kë ato tjera tani, se është e njëjti ulli. Është në shpërndarjen e pleut dhe Jaltin. Po nuk ka vend dyshim apo. Kjo janë gjithë starteri mbas pleut, a? Bravo. Duket, është gjithë e re. Edhe ky është efekti i azoferit në krahasim me parcelën tjetër që unë kam më sipër që jam duke trajtuar, duke e vjel sot edhe është e pa trajtuar me azoferin. Ndryshimi është kolosal në krahasim me kokrën dhe me ç't dush në cilësi, në bim. Diku te lastarët e ri ka shku gati 30 cm krahasim me plerat më përpara që unë pata përdor. Është një prodhim shumë i mirë. Mot besoj do jetë akoma më i mirë. Cilësia dhe sasia e kokrës duket është goxha shumë e madhe në krahasim me parcelën tjetër që unë e kam të pavjelur. Kjo lloj kokre ishte shumë e vogël para se unë me përdor azoferin. Kjo tani është efekti azoferit që është në këtë lloj prodhimi. Dikush më kishte shkruar që to janë frontoj, nuk janë koronek. Po ky është një varietet koronek që është shumë i mirë, por në këtë lloj kokre, në këtë lloj madhësie unë nuk e kisha parë kur në jetën time që kam 12 vjet që kam mjell këtë parcelë dhe jam duke shfrytzuar. Azoferi ka bërë një punë të shkëlqyer për mua si fermer dhe duhet jem shumë falendërues që ato kam prodhuar një produkt bio shqiptar. Jam shumë i kënaqur me azoferin. Kalojmë dhe të parcela tjetër, shohim ndryshimin midis kësaj edhe asaj tjetrës. Kjo këtu është parcela që unë po vjel sot. Kjo është e pa trajtuar me azoferin. Tani diferenca, po ju marr një kështu që është e pjekur, që mos më thënë pjekur. Kjo është e pa trajtuar me azofer, kjo është e trajtuar me azofer. Diferenca edhe në mallësi edhe në mallësi gjitha. E në mbrumi që ka bërë, opa, shisikën vaj fluturon, shive kjo. Është komplet. Edhe ngjyra ndryshon. Mënyra brumi. Është shumë më ndryshe, më mirë. Ma shumë yndyrë, ma shumë vaj. Ka të gjitha. Edhe vllajin pa e qërrën me vaj. Kjo ishte rezultati azoferit për diku te afërsisht 27 ditë tani, që ku kam marru as 27 ditë, diku te 25 ditë, mos gaboj. Prodhimi duket, diferenca duket, ushqimi i bimës duket, trungu, gjelbërimi, lastari i ri është goxha super. Këto janë më të qela, këto janë më të errët. Ky është një plerim, një produkt që unë nuk e ndroj më për veten time si fermer. Çfarë bën me vajin? E bëj gjithë eksport për në Amerikë. Në kjo s'ka degë. Dallot gjithë. Ngrohta që kam marrë, po shifi çik diferencën aty lastarit me atë lastarin atje. Kjo është një, atë ishin disa. Pikërisht pra.